Unë faleminderit për tëmve, karierën... E shoh tash që e ki atë stilin e famshëm në kokë që rrotullohesh. Tregom qysh mundesh me arrit me bu një gjatë tillë. Ajo është pak e vështirë, po ai që don, vallëzimit është shumë lehtë, për ata njerëz që e dojnë me vallëzu, është pak të vinë shumë një farë kohë me ushtrua, sidomos muskujt, është vallëzimi në Mitrovica dhe në Kosovë besojnë që vallëzimi është një lloj veç, po vallëzojna, nuk e dinë që vallëzimi është pjesa e sportit. Se në vallëzim i aktivizon çdo pjesë të muskujt. Breakdance, hip-hop, popping dance, këto tjera, ka shumë lëvizje përmes trupit, se vallëzimi është gjuha trupore. Qysh arrin me e bo breakdance, është shumë e vështirë, qysh e di unë? Po, se shumica... Sot të merr kohë për me mësu një vallëzim tillë? Varet, njerëz kanë ushtru tjerë me vita, mu më ka vit breakdance me mësu një element me bo, shkan një vjetë me ushtru, normal, me bo profesional. Amo është pjesa e sportit, me të kuptojnë që vallëzimi është edhe një dashuri, edhe vallëzimi është që afron të gjithë, me qesh, më knash, apo këta mi harru senet, me hek stresin, në fakt, me hek stresin, pse është mirë psikisht edhe fizikisht është mirë. Unë kisha pas shumë dëshirë me të patu e bu qatë vallëzim, po e di që në ambientin ku jemi është e pamundur me e bu, po besoj që kemi pas një hapësirë televizive tjetër edhe kemi me pa për me arrit, pra edhe gjithë shikus me pa një gjatë të me të vërtetë shumë interesante me e bu. Tregon pak edhe për qytetin e Mitrovicës. Qka e veçën qytetin e Mitrovicës edhe a ka shumë të interesuar Mitrovicas që dojnë me bu një vallëzim tillë? Po, Mitrovicë, sidomos Mitrovica është shumë e njohur, sidomos për Mitrovicë ka qenë më të mirë me muzikë, me vallëzim, me aktrim normal, i përshëndes krejt aktorët e Mitrovicës. Ka shumë interesum, po vetëm që në Mitrovicë në vynë një pjesë, që mundën krejt rinia e më ardhë